Mirto Uzuni ishte sërish protagonist për skuadrën e tij Austin në kampionatin amerikan, në sfidën e fundit të luajtur përballë Torontos, përfunduar në barazimin 3-3. Sulmuesi udhëhoqi golin e tretë të miqve, i cili u shënua nga uruguajani Facundo Torres. Megjithatë, duket se vëmendjen nuk e mori vetëm spektakli i dhuruar në fushën e lojës, por dhe të pranishmit në stadium, ku dukej qartë dominimi kuqezi me simbolet shqiptare që i dhan një tjetër forcë lojtarit të kombëtares shqiptare për të bërë më të miran gjatë 90 minutave. Edhe pse koha nuk premtoi pas përfundimit të ndeshjes, kjo sepse kishin filluar rreshjet, Uzuni tregoi vlerat e tij përtej fushave, duke ju bashkuar grupit të komunitetit shqiptar e për të dhënë autografe për djelmoshat që duan të ndjekin hapat e idhullit të tyre. Ky takim i veçantë shërbeu si një moment kyç për të zgjuar ëndrat e djemve të rinj që të ndjekin pasionin për të luajtur futboll në Kanada, të cilët janë dhe pjesë e akademisë Albanian Eagles Football Club.